Ja futemi pak tek listat e PD-s, lista që ka shkaktuar shumë pak kënaqësi, një pjesë e deputetëve që dolën shumë mirë në primare, u larguan vajtën te partitë të tjera, zoti Sula është një prej tyre, listat e zotit Berisha, si i ke parë? Në qoftë se të kujtohet, kemi qenë një 2 muaj përpara, kemi folë nga Bosani për lidhe me primaret. Dhe të kam thënë që primaret do t'jenë një farsë, sepse Berisha nuk ka bërë kur në atë parti proces demokratik. Pra Berisha është pronarja saj partije dhe ai emëron, ai vendos, ai zgjedh. Por ajo që doli këtë radhë, ishte se kjo farsë doli hapur dhe tregoi se kush është Berisha për ato që besonin akoma ke Berisha, si që përmendet ju, Dash Sulën. Tashti, dhe të kam thënë që do të ndodhi shkërmoqja mas primareve, do të ndodhi shkërmoqja tjetër mbasit mbarojnë zgjedhjet, dhe kjo parti do shkoj drejt shkërmoqjes saj, derisa do ngeli një grusht dum Bapsaliun. Dhe këtë Berisha e ka të qartë.